Të gjitha këto mbetën për të diskutuar, por sot jemi në një ditë të veçantë. Do të kthejmë pak të kjo deklaratë, sepse edhe ajo brenda të gjithë kam përshtypjen më shumë një deklaratë elektorale, se prandaj e lidha pak me zgjedhjet, sepse brenda saj kishte edhe element që tregonte pra që natyrisht nëse sulmoheshin do të kundërpërgjigjen, po nëse nuk sulmohen, pastaj por të ndalë pak ke Irani, pastaj do kthejmë pak ke Izraeli. Ajo çfarë u arrit, sepse duket se çështja më kryesore në fakt ka qenë çështja bërthamore. Një zyrtar iranian që kishte folur për mediat iraniane, thoshte se praktikisht ishte rënë dakord gjithçka çfarë ishte kërkuar nga amerikanët. Pra që ata nuk do të kenë armë bërthamore dhe uraniumi i pasuruar mbi 60% mund të hollohej, pa specifikuar detajet të mëtejshme, këto të dyja, ndërkohë pjesa tjetër do të diskutohet, thoshte të paktën zyrtari iranian. Këtu ka shumë probleme rreth kësaj pike, të cilat ngelen për të diskutuar nga grupet e ekspertëve. Është e pamundur që niveli i marrëveshjes apo memorandumit të mirëkuptimit të ku përfshihen negociatorët dhe pala politike, të mund të detajoj gjithçka që lidhet në vazhdimin dhe zbatimin një marrëveshje. Do të ngelet brenda 60 ditëve, ata do të ulen palët, ekspertët ku do të përcaktojnë me detaje. Sepse ka tani më në fillim ka shumë variante. Së pari është uraniumi i pasuruar në masën 60% që është fare afër prodhimit të mbushjeve bërthamore. Pra janë 450 kg, që parashikohet në sasi që mund të prodhoj 15 deri 19 koka me mbushje bërthamore. Por nuk është vetëm kjo, që këtu ka tre variante tani për tani. Së pari të hollohet, pra të bjerë përqinja e tij, e dyta të asgjësohet dhe ku do shkojnë mbetjet radioaktive pastaj, dhe së treti të transportohet në një vend tjetër të tretë. Gjitha këto janë variante që kanë dalë që tani. Kur të ulën grupet e ekspertëve mund dalin edhe variante të tjera zgjidhje, por e rëndësishme është që pjesa kryesore vendimarrjes politike, pra vullneti politik tashmë është arritur dhe kjo është lajm i mirë për të gjithë botën dhe në veçanti për lindjen e mesme dhe Shtetet e Bashkuara dhe Iranin që janë palë në konflikt me njëra tjetër. Kurse për sa i përket pjesës tjetër të uraniumit bëhet fjalë ka me mijëra kilogram që është arritur pasurimi deri në nivelin 20%. Nuk është pak, nuk është vetëm për nevoja ekonomike, pra dhe kjo mund të shkojë shumë shpejt. Dhe kërkesat e Shteteve Bashkuara të Amerikës që do të kërkojë e të krijojë probleme dhe konflikte në grupet negociatore që do të zhvillojnë dhe do të më tutje, si mund të themi, këtë memorandum të detajuar, do të jetë problematika se sa vite do të vazhdojë. Amerika ka kërkuar paktën për 20 vite, 2 dekada. Kurse pala iraniane në kërkesat e tyre e ka 5 vite. Kështu që kjo do t'jetë pika më kritike e diskutimeve kur të ulen grupet e ekspertëve për të arritur në finalizimin e saj dhe pastaj për të vazhduar zbatueshmërinë e këtyre pikave. Gjithsesi, unë e quaj arritje të madhe që ka heq dorë nga programi bërthamor, qoftë edhe përkohësisht dhe 25 mbase mund t'i bien tek një dekadë, dhe përsëri është gjë e madhe, dhe për ta përdorur vetëm për nevojat ekonomike. Natyrisht aty do pastaj do në raport me këtë dhe me ecurinë e zbatueshmërisë së kritereve që vendosen detajeve, atëherë do të jetë lidhur edhe lirimi i aseteve që kanë Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, kanë shumë vende që i kanë vënë sanksione Iranit. Këto kanë filluar që në vitin 1979 sanksionet dhe bëhet fjalë për miliarda dollar. Dhe jam i bindur që këto do të lirohen me programe zhvillimi dhe nuk mund t'i afroj njëri që tani po, u ulëm këtu dhe urdhron 20 miliard dollar dhe ti bëj ç'të dush me ta. Jo, nuk besoj se do t'jetë. Dhe kjo do t'jetë pjesa tjetër e kritike që do të diskutohet. Pra do të bësh plane zhvillimit i si Iran dhe unë do të liroj asetet. Dhe detyrimisht që kjo do të përbëj një pikë tjetër të vështirë. Diskutimi mes, por si finalizim do thosha kjo ditë dhe kjo fillim jave është një lajm të mrekullueshëm për gjithë botën dhe në veçanti për lindjen e mesme, pasi është arritur në mirëkuptim ditën e dieshme, është caktuar dhe data ku do të nënshkruhet marrëveshja e do të ceremoniale, ceremonia do të bëhet në Gjenevë të Zvicrës dhe kjo është një hap jashtëzakonisht i rëndësishëm për botën në tërësi e për lindjen e mesme në veçanti.
ngushtica e Hormuzit hapet Automatikisht, pa automatikisht. kushte. Kthehemi Nuk ka- aty ku ishim para Ku ishim? datës 28 shkurt. Pra, është arritje e madhe sepse Irani e përdori me një fanatizëm të jashtëzakonshëm këtë lloj presioni ose mjet presioni që e pati në dorë. E përdori dhe arriti atë çfarë do thosha nuk është momenti e dohet kohë është për diskutuar, por gjithsesi palët ata kur janë të humura e shesin si fitore, por kam bindjen që të dy palët kanë marrë atë që ndoshta në fillim të konfliktit nuk e kanë menduar, por tashmë janë parafruar duke pa kushtet dhe situatat që zhvillohen sa hapen mbyll syt dhe ekonomia, Irani u godit, do të thënë presidenti iranian ka qenë ndoshta më i sinqerti, po them dhe nuk i ka fshehur asnjëherë para që duhet të jepet fund kësaj as luftë dhe as paqe, e tha vetëm 2 ditë më parë, duke ju referuar edhe thënieve të Ayatollah Ali Khamenei, dhe më pas situatës së rëndë ekonomike që po kalon vendi. Ata e shohin si fitore se nuk është rastësi që ata ceremoninë e përcjelljes së Ali Khamenei Ayatollah të ekzekutuar datën 28 e kanë lënë me datën 4 korrik. Pra nuk është krejt të rastësi, kjo është një farë mënyre përballje që me që Shtetet e Bashkuara kanë festimet me datën 4 korrik, ata me datën korrik kanë lënë, kështu që çdo gjë dhe çdo hap që ndërmerret apo çdo vendim që vendoset kam bindjen që është krahas misionit ka dhe ca të tjera që ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthor.